Përshëndetje të gjithëve, sot jemi duke luajtur një lojë që quhet Car Parking, edhe neve sot do vemi tek shtëpia jon e re, shtëpia ime e re, domethënë. Unë dje e bleva kur nuk isha në video, e bleva me lekë të vërteta. Tani do vemi, do ta bëni 50 like këtë video. Që të doja, unë frenë të dorës. Okej, kemi dalë pa dashje nga makina. Kjo është makina ime, jo të regoj. Ja, besoj se jeni duke e parë. Kjo vetëm këtë makinën kam. Edhe kam kështu si rrjedh. Edhe ja, jo ndes. Nuk e di pse më bëhet gjithmonë kjo e njëjta gjë, kështu më ndodh. Gjithmonë. Ndoshta do keni një problem. Unë e kam vënë në lokacionin të shtëpia ime. Dhe do nisemi. E bleva me 6 euro shtëpin. Edhe më shumë kjo video për ta prezantuar shtëpin. Kam aty shtëpia kishte edhe 200. Do mundojmë që të zbatim edhe rregull me sinjale, domethënë. Pa sinjale, sepse në shpejtësia shumë këtu shkoj gabim. Edhe no problem. Okej, e pas që po iki gabim, sepse sa ta fiksoj pak shpinë, më falni, në duke ikur gabim. Sa ta fiksoj pak shpinë, sepse nuk e kam mësuar akoma, si e kam, se ku e kam, nëse si, se dje, e kam parë që dje, më ka pëlqyer shumë e si shpi, se dhe juve do pëlqej, dhe rrugja tani shtu, se këtu e mbaj menton, ja, kjo është një kështu, pa në ishte me lekë të vërteta, sepse ka shtëpia plot, unë kam bler shtëpia plot tu, me lekë loje, edhe me coinse, por kjo shtëpi është me lekë të vërteta. Se di pse u kthyen kështu, por e di s'ka gjë. Ja, ku erdhëm në të shtëpia jon. Kjo është shtëpia ime, fillojmë këtu. Këtu vim, e fusim makinën në garazh. Kjo ka kushtuar 6 euro me lekë të vërteta. Makina në garazh, dalim nga makina, kështu me first person do ta lejm. Këtu kemi një parkim për jashtë, këtu kemi disa karrige, është parkimi brenda, këtu është fusha e futbollit, këtu është pishina, si mund ta shihni. Këtu kemi prapë vende për të ulur, dhe tani do futemi ke shtëpia. Tani më duket se këtu ishte hyrja, sepse ka shumë rinë ndërrikuar. Po. Këtu kemi një si tip salloni. Lezetshëm. Këtu kemi dalë për jashtë, këtu kemi kuzhinën. Që do vi dhe video tjetër, po e çuat, do ta çoni 50 like këtë video me patjetër, që unë të sjell video tjetër me car parking tek për një shtëpi tjetër. Do të jemi te kati, ose më të tregoj katin e tretë. Këtu tash është një tualet, është dhoma e gjumit, dhe këtu është prapë një dhomë gjumi bashkë me një balkon. Tani do ikim edhe te kati fund me verandë, do ta bëj dhe shumë të videon. Bëj 5 minuta. Okej, këtu është edhe veranda. Vetëm do bëjmë pak kujdes ose mos rrëzohemi. Këtu është dhe veranda. Kjo ishte edhe shtëpia ime. Këtu kemi, kamerë t'ju tregoj. Këtu kemi dhe pishinën, siç e thash. Këtu kemi dhe një bar të vogël. Bar, kështu lokal që mund pim ndonjë gjë. Këtu tash kemi pishinën që bum.
Po lajna këtu, jena mrenanuj. Gjidemi nga shkallët. Këtu për shumë mund të vinë shokët aty lozë i futbol në qunat. Futbol, basketbol, jo, po. Që doni më të quni, përveç se basketbolit, se nuk kemi kosha këtu. Atëherë si që u thash, ke shpimi ka kushtuar 6, kam vjetër, ke shpimi ka kushtuar 6 euro dhe do shkojmë herës tjetër, në videon tjetër do shkojmë me një shtëpi tjetër që më ka kushtuar me coinsa, me 100 coinsa, dhe 100 coinsa kushtonin 3 euro. Shpresoj të ketë pëlqyer shumë kjo video dhe shihemi në video të radhës. Bye bye.